Ish drejtoresha e doganeve, ish ministrja e marrëdhënieve me parlamentin, ish kryetare e kuvendit dhe ish ministrja e jashtme Elisa Spiropali, gjithje në karrierë ka shoqëruar me qëndrime agresive ndaj bëmave të Sali Berishës gjatë pushtetit dhe gjatë 13 viteve opozit. Shumë shpejt, sidomos pasi e quajti Edi Ramën Skënderbe, Elisa krijoi imazhin e rrem të rilindëses idealiste, figurë të pastër dhe të pakorruptuar, e pa kompromise pazaresh me ish deputetin e PD-s dhe të PS-s. Por dokumentet që janë publikuar dhe shumë dokumente të pa publikuara që disponon pamfleti vërtetojnë se nën maskën e figurës së pastër të Elisa Spiropalit, bashkëshorti i saj Salarion Totaj ka përfituar pasuri të shumta dhe miliona euro me tender nga pushteti i PS-s, por edhe nga pushteti i Sali Berishës. Fakti është ky, me vendim numër 72, datë 20 dhjetor 2011 të Këshillit Bashkiak të Fierit, në atë kohë i drejtuar nga PD me kryetar Vasil Ndrekon, bashkëshorti Elisa Spiropalit ka marrë banesë si i pastre me fonde dhe listë të posaçme të miratuar nga Sali Berisha. Trajtimi me banesë familjeve të pastreja në Fier u bë me vendim numër 37 datë 21 korrik 2011, vendim në të cilin Salarion Totaj nuk ishte në listë sepse realisht nuk ishte i pastre dhe nuk ishte familje në nevojë pasi kishte shumë të ardhura financiare, por 5 muaj më pas, konkretisht në dhjetor 2011, qeveria Berisha i dërgoi Bashkisë së Fierit një fond dhe listë emrash të shtuar për të trajtuar me banesa si të pastre, mes të cilëve ishte futur emri Salarion Luan Totaj, bashkëshorti i Elisa Spiropalit. Shtimi i emrit të bashkëshortit të Elisa Spiropalit me vendim e listë të posaçme nga ish kryeministri Sali Berisha, e miratuar nga Këshilli Bashkiak i Fierit, që kishte shumicën dhe drejtohej nga PD, tregon se Elisa ka qenë e preferuar e tepësisë së pushtetit Berisha, ndoshta tek ish kryeministri Sali Berisha për t'i dhënë banesë Gjoja i pastre, duke falsifikuar dokumentet, ka ndërhyrë miku i tij Gramoz Ruçi, i cili e ka nip bashkëshortin e Elisa Spiropalit dhe një herësh e ka ortak me të birin Ledian Ruçi në koncesionin e fotovoltaikëve në Bregdetin e Semanit. Por Elisa dhe bashkëshorti Salarion Totaj, megjithse kanë përfituar banesë të pastre, vazhdojnë të deklarojnë se janë të pastre. Ky është vetëm një nga përfitimet e fshehura, shumë përfitime të tjera me fonde 10 hektar tokë shtetërore me koncesion për 99 vjet, aferat në kryesinë e kuvendit, ministrinë e jashtme, pa harruar bëmat kur drejtonte doganat, për cilat do të flasim në vijim.